Mbrëmja e 24 dhjetorit nuk është vetëm një natë feste për Louise Alleyn, por një moment i thellë reflektimi dhe ndjeshmëria. Përmes një mesazhi emocional të ndarë me ndjekësit, artisti ka rrëfyer se kjo datë i rikthen çdo vit një mungesë që nuk zbehet me kohën, humbjen e babait. Kanë kaluar 5 vite që ai nuk është më pranë, por siç pret Louise, zëri dhe prania e tij mungojnë veçanërisht në Krishtlindje, duke bërë këtë periudhë më të rëndë për zemrën. Në rrëfimin e tij, këngëtari ndalet dhe tek jeta personale, duke kujtuar 3 vitet e fundit me Kiarën. Nga kjo lidhje erdhi në jetë Luna, të cilën Louise përshkruan si ditën që mposh çdo dhimbje dhe arsyeja pse shpresa nuk shuhet. Një kapitull i rëndësishëm i rrugëtimit të tij mbetet dhe hyrja në Big Brother VIP Albania, eksperiencë që sipas tij i ndryshoi jetën duke i dhënë forcë të rritej, të provonte veten dhe të rindërtohej nga brenda. Sot është 24 dhjetor, një natë me shumë peshë për zemrën time. 5 vite pa babin, mungesa e tij s'plaket kurrë. Në çdo dritë Krishtlindjesh më mungon zëri i tij. 3 vite me Kiarën, një takim që erdhi kur isha i thyer dhe u bë shpëtim i heshtur. Solli në jetë Lunën, një dritë e vogël që mposh çdo dhimbje. Ti arsyeja pse shpresa nuk shuhet dhe hyra ime në ato format, një derë që ndryshoi jetën time, më rriti, më provoi, më rindërtoi. Sot kam lot, dashni, kujtime dhe falënderim. Nuk po festoj, por po ndjej, gëzuar Krishtlindjen për ata që janë me ne dhe për ata që jetojnë përgjithmonë në zemër. Edhe pse në një moment mjaft të ndjerë për Louise Alleyn, fansat organizuan një spektakël me fishek zjarre për të festuar historinë e dashurisë së çiftit më të komentuar të showbizit shqiptar. Zjarret ndriçuan qiellin duke krijuar një atmosferë magjike, ndërsa Louise dhe Kiara u shfaqën të prekur dhe mirënjohës për dashurinë dhe mbështetjen e vazhdueshme që marrin nga publiku. Pamjet e surprizës u shpërndan menjëherë në rrjetet sociale. Faleminderit nga zemra për këtë surprizë kaq të bukur për 3 vjetorin ton. Mirënjohje pafund për dashurinë, kohën dhe për kushtimin tuaj. Na keni prekur vërtet shumë, ju duam, është shprehur Kiara në rrjetet sociale.